Qënë se më the, po azhonohem me këto gjarat e reja. Ore, këtë lajmin e ke dëgjuar ti që ky Putini ka dalë me një preardhje shqiptare ka të EV, qa quhet ajo, 13, gjenin e 13. Po, kjo ky është gjën karakteristik i lirë apo jo? Karakteristik shqiptar i lirë. Shqiptar. Në fakt Si shpjegon këtë? Shërbimet sekrete ruse e kanë mbajtur shumë të fshehur, kanë qenë shumë të interesuar shërbimet sekrete franceze ta merrnin vesh se çfarë gjeni ka Vladimir Putini, kanë arritur ta marrin vesh nëpërmjet një kushëriri të tij, gjenin, dhe nuk e kanë marrë direkt nga Putini, po nga një kushëri i tij kanë arritur të kapin diku një gjën dhe e kanë analizuar në laborator dhe është gjeni EV13 që është i gjeni kosovar edhe gjeni shqiptar, tipik shqiptar. Janë dy gjene tipike shqiptare, po EV13 është dominanti. Po si ka mundsi, nga mund të jetë ky nga? Dhe po flitet që gjyshi i Putinit, Spiridon Putini, emri Spiridon është emër tipik shqiptar që përdoret nga zonat e Korçës, ka qenë diku nga zonat e Korçës me origjinë. Patriotim, domethënë.